كان استراتيجي لانه يرى من بعيد تشوف من هناك المسجد على شارع هذا نصيبك الشمسية والمراحل هذا واجب الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا Çdo krijes që mbot frymon, çdo gjallës që ekziston, çdo gjë që jetën shijon, ja Allah të madhëron. Edhe dita kur gjallëron, edhe nata kur mbulon, edhe yjet kur ndriqon, ja Allah të madhërojnë. Allahu Ekber kebira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu Ekber kebira, walhamdulillahi kathira, وسبحان الله بكرة وأصيلا إذا لوليا كرلول زان إذا مالي كرجلران ذا بالبيلي كركندان يا الله تماهران إذا تشيلي كرجلمان ذا رفيا edhe shiu kur pikon, ja Allah të madhëron. Allahu Ekber kebira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu Ekber kebira, walhamdulillahi kathira, وسبحان الله بكرة وأصيلا إذا بشيت salojan sa kandete oqean dhe insekte me milion, ja Allah të madhëron. Ty çdo gjë shpreh madhërim, përveç sa njerëze sa gjin, shumë prej tyre jo nuk din,
udhëzoj ti ja Rahim. Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. I nderuar kryetari i Bashkisë Islame të Kosovës, Zoti Ternava, të nderuar gjithë ju të pranishëm këtu në këtë ceremoni të hapjes së xhamisë në Litomericë, zonja dhe zotëri. Më lejoni që në fillim të fjalimit tim të falenderoj donatorën e kësaj xhamie, zonjën Hamda Rashid Muhamet, e cila dhe t'i uroj mirëseardhje në qytetin e Pejës, në emrin tim personal, po dhe qytetarëve të komunës Pejës, dhe ta falenderoj edhe i herë për donacionin që e ka bërë për një punë kaq të madhe edhe të rëndësishme ndërtimin e një xhamie në qytetin tonë. Kjo xhami është avancim në shoqërinë sonë në aspektin e ndërtimit të harmonisë dhe kulturës dhe bashkëtesës që ka ekzistuar në këto troje me shekuj. Jam i lumtur që sot në këto ditë me diell inaugurohet një vend ku qytetarët e tonë 30 vjetër mundën me lutë Zotin edhe me kërku ndihmë prej tij, me kërku që brezat tonë edhe brezat që vinë pas nesh jetojnë të lumtur në paqe dhe në harmoni. Falë angazhimit të madh Bashkisë Islame, duhet me falenderu kryetarin e Bashkisë Islame në Pejë, Zotin Musli, i cili është angazhuar jashtëzakonisht shumë që ky donacion i ardhur për ndërtimin e kësaj xhamise finalizohet sot edhe të jetë një vepër e përfunduar. Falenderoj edhe Zotin Rames, i cili ka kontribuar që ky donacion të jetë në qytetin e Pejës, edhe jemi ata që po e përrojmë këto, edhe falenderoj profesoreshën Rafia, e cila është sot prezente këtu me ne, edhe është njëna prej atyre që kanë kontribuar që kjo vepër të vjen në komunën e Pejës, dhe falenderoj nga zemra, të dëshiroj jetë gjatë edhe mirë tanë. السادة الحضور، أولاً نحمد الله تعالى ونشكره على ما هيأ لنا القيام بهذا العمل الإنساني العمراني الإسلامي الجميل في مدينة بيا بجمهورية كوسوفو. قال الله تعالى عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال تعالى: ولئن شكرتم لأزيدنكم. ثم أولا më së pari thot falenderojmë Allahun e Madhërisëm, i cili na bëri të mundur hapjen e kësaj xhamie të madhe dhe realizimin e një projekti madhështor për zonën e Pejës në përgjithësi, dhe pasi kemi të bëjmë një vepër të madhe islame. Gjithashtu Allahu i Madhërisëm ka thënë në librin e tij që vërtet xhamit janë për Allahun, prandaj mos i duhet një askuj tjetër në to përveç se Allahut. siç ka thënë që nëse falenderoni do të shtoj. ثم نشكر جميع مؤسسات الدولة وخاصة رئيس محافظة بيا السيد غزمند مهاجري على تقديمه جميع التسهيلات والمساندة لإنجاز هذا المشروع المبارك. كما نود أن نشكر مفتي كوسوفو الشيخ نعيم ترانافا على حرصه المتواصل لبناء المساجد والمدارس والمؤسسات الإسلامية التي تخدم المسلمين في كوسوفو لتقوية الروابط مع الخالق
وتحسين العلاقات بين أفراد المجتمع. Gjithashtu, do të falenderoja të gjitha institucionet shtetërore dhe veçanërisht kryetarin e komunës Pes, zotin Gazmend Mohaxheri, I cili ka ofruar ndihmën e nevojshme dhe mbështetjen e duhur për realizimin e këtij projekti të bekuar. Gjithashtu, dëshiroj të falenderoj Muftiun e Kosovës, kryetarin e Bashkisë Islame të saj, zotin Naim Ternava, për përkushtimin e tij të vazhdueshëm në ndërtimin e xhamive, të medreseve dhe të institucioneve islame, të cilat u shërbejnë muslimanëve në Kosovë për të forcuar lidhjet e tyre me Allahun e Madhërisëm dhe për të përmirësuar marrëdhëniet e tyre mes njerëzve dhe shoqërisë. كما أود أن أخص بالشكر المركز الألباني للفكر والحضارة الإسلامية، وهي الجهة التي قامت بالإشراف والمتابعة على بناء واكتمال هذا الصرح الديني العظيم، وعلى رأسه مدير المركز السيد الدكتور راميز مصطفى زكاي على عمله الدؤوب لإكمال هذا المسجد الجميل. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكره الله. Gjithashtu, dëshiroj që në mënyrë të veçantë të drejtohem me falënderim Institutit Shqiptar të Mendimit dhe Qytetërimit Islam, I cili ishte ai që, domethënë, mbikëqyrësi dhe ndjekësi I punimeve për ndërtimin e kësaj vepre madhështore islame në këtë vend, dhe me në krye drejtorin e këtij instituti, profesor doktor Amin Zekan, për punën e tij të palodhshme në përfundimin dhe ndërtimin e kësaj xhamie kaq të bukur. Siç ka thënë profeti I nderuar sallallahu alaihi wasallam, ai që nuk I falenderon njerëzit, nuk e falenderon as Allahun. الشكر والعرفان موصول إلى الجهات الداعمة الأخرى مثل دائرة الإفتاء في محافظة بيا مع رئيسها مصلي عارفي والمهندسين المعماريين وجميع العاملين الذين بأيديهم الذهبية ساهموا وشاركوا لبناء بيت من بيوت الله عز وجل. Gjithashtu, mirënjohje dhe falënderim I kam për të gjitha ata që kanë dhënë kontribut të tyre në ndërtimin e kësaj xhamie në mënyrë të veçantë, Këshilli I Bashkisë Islame në Pejme në krye Mullah Musti Arifin dhe inxhinierët dhe arkitektët dhe punëtorët, të gjithë punëtorët të cilët me duart e tyre të arta kanë kontribuar dhe kanë marrë pjesë në ndërtimin e një prej shtëpive të Allahut. كما وجعلونا أن نفرح ونسعد اليوم بما نشاهده من إنجاز متميز وجميل، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنهم وأن يبارك فيهم ويزيد لهم من فضله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. Pra janë pikërisht këta, të cilët na bën sot që të gëzohemi dhe të lumturohemi me çfarë shohim me këtë realizim të mrekullueshëm dhe kaq të bukur. I lutemi Allahut Madhërisëm që ta pranojë prej nesh dhe prej atyre këtë vepër të madhe, që ta bekojë atë dhe të na shtojë sa më shumë prej mirësive të tij. Profeti I dërguar I Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: ai që ndërton një shtëpi për Allahun, Zoti do t'i ndërtojë atij një shtëpi në xhenet. كما نشكر في هذه المناسبة من قام بالتوصيل والمثابرة والمتابعة سعادة الأخت الدكتورة رفيع قباش التي لعبت دورا كبيرا في إنجاز هذا المشروع. نشكركم جميعا على الحضور والمشاركة في فرحتنا هذه، سائلين الله أن يكتب ذلك في ميزان حسناتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أختكم في الله حمدة بنت راشد السويدي. Një falënderim I veçantë është për zonin doktora Rafien, e cila ka qenë një prej arsyeve dhe sebeve më të forta për ndërtimin e kësaj xhamie, dhe për ju të gjithë pranishëm që keni ardhur sot në festën zyrtare për hapjen e kësaj xhamie. Ju falenderoj në emër të zonjës نحن في مسجد النور وأدعو الله أن يجعل في قلوبنا نورا وفي عقولنا نورا وفي بصائرنا نورا ويجعل النور يعم هذا الكون. Ne këtu ndodhim në xhaminë e dritës. Dhe lutem Allahut Madhërisëm që të na bëjë dritë në zemrat tona, dritë në mendjet tona, dritë në sultan në matë gjithë universin të mbushur me dritë. لا أشعر أننا نحن في مجرد حفل افتتاح مسجد بل أشعر بالعيد.
Unë nuk e ndjej vetëm se jam thjesht në një ceremoni apo zyrtare për urimi, por duket sikur jam në një bajram. الحمد لله وبتوفيق من الله أن التقيت بالأخ الفاضل الدكتور رامز وزوجته الأخت الفاضلة نورة منذ عام 2012 ومن خلال هذا اللقاء البسيط الإنساني انطلقنا في علاقة إنسانية جميلة مع كل أهل البلقان. Unë falenderoj Allahun e Madhërisëm që në vitin 2012 pata një takim njerëzor me doktor Ramizin dhe zonjën pashorten e tij zonjën Dilçime dhe kështu krijuam midis nesh një marrëdhënie që jo vetëm mes nesh por me të gjithë Ballkanin. وفي خلال هذه السنوات كذلك التقينا بالسيد المحافظ والسيد المفتي وكثير من أئمة المساجد الذي بنيناهم في خلال هذه ال4 سنوات حوالي على ما أظن 12 مسجد حتى الآن أجملهم هو مسجد النور. Dhe gjatë kësaj periudhe 4 vjeçare kemi pasur takime të shumta me kryetarin e bashkisë, me muftin, edhe me imam të ndryshëm, derisa kemi arritur të ndërtojmë rreth 12 xhami, më të bukura të cilave që kemi pas nesh xhamia Nur. ولكن لمسجد النور خصوصية خاصة لأن صاحبته تدخلت في الأمور الجميلة ولذلك أصبح مميزا. Mirë, po kjo xhami thot ka një veçantë sepse donatorja e saj në fakt ka ndërhyrë në elementet e bukurisë, sepse xhamia prandaj ka dalë dhe ka qenë bukur sa çështjes. فمن اللحظة الأولى قالت لي سوف يكون المال من أكثر الأموال التي لدي أدرك ثقة أن ليس فيها أي شيء يشوبها. Edhe që në fillim më ka thënë që pasuria ose paratë shpenzuar për këtë xhami janë nga paratë më të sigurta që s'kam dyshim që janë shpenzuar për mirë. والحقيقة حتى في تفاصيل المعمارية كنت أعود إليها وأم راشد السيدة حمدة يكون لها رأي في المبنى وفي المعمار وتصر على عدد المآذن وعدد القباب ومكان صلاة النساء. Sigurisht në çdo element arkitekturor unë gjithmonë e diskutoj atë me zonjën me Rashid, me zonjën Hamda, dhe ajo ka këmbulur për shumë elemente që i shihni këtu që nga numri i kubeve, numri i kubeve, edhe aspekte tjera, pra ka këmbulur që të jenë në këtë formë që janë siç i shihni sot. مكان النساء. veçanërisht për vendin e faljes grave. ونحن من هذا المسجد ننطلق إلى توصية للشيخ المفتي أن لا تكون النساء في الأدوار العليا ففي الشتاء لا يستطيعون الذهاب إلى Prandaj në mënyrë të veçantë e porosisim kryetarin e Bashkisë Islame që në xhamiat Kosovë mos lejohet që vendi i grave të jetë vetëm në katët e larta, ku ndimër do të jetë e vështirë ngjitja e tyre. لولا الحرارة المرتفعة لتحدثت طويلا ولكن يعني لأني أشعر بالإرهاق الحاضرين ولا نريد أن نطيل بس اختصار المسألة أن نحن في هذه السنوات سعداء بتعرفنا على هذه الشعوب الطيبة سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة لقد لمسنا الطيبة في الجميع. Sikur mos ishte koha noti nxehtë sot do të zgjasja dhe do të flisja më shumë, por duke parë që jemi vërtet në një gjendje të tillë nuk po do të zgjas. Thelbi asaj që desha them është që gjatë këtyre viteve kemi hasur vërtet në njerëz dhe në popull shumë të mirë, qofshin ata musliman apo dhe jo musliman, ka mirësi në këtë vend. وفي الختام لا يسع أم راشد إلا أن تكون هي المرأة الكريمة دائما في منزلها وخارج منزلها. يعرفون عربي يدرسون. وهي بمناسبة افتتاح مسجد النور يعني نبشركم بأن أم راشد تقدم لكم هدية باستكمال بناء مسجد في منطقة فيتي بكوسوفو. Zonja Rashid, zonja Hamda është një grua fisnike si brenda shtëpisë saj ashtu edhe jashtë, dhe në fund do të them që një dhuratë tjetër me cilën ajo vjen sot për ju është ndërtimi apo përfundimi një xhamie tjetër në zonën e Vitis në Kosovë. وكما تعلمون أن كذلك السيد خلف الحبتور
زوج السيدة حمدة كان له كذلك مشروعا جميلا، مسجد في منطقة شفانة في تيرانا، وكذلك الآن وعلى بعد كم كيلو هناك مسجد لابنة السيدة حمدة وابنة السيد خلف الأخت آمنة، ولن أرتاح حتى أجعل كل أبنائي يبنون مساجد. Gjithashtu, siç e dini, siç u tha, bashkëshorti i zonjës Sandra, zoti Khalef Ahmed El Habtour, ka ndërtuar një xhami dhe kompleks shumë të bukur islam në një zonë turistike në Shtafan, në Durrës, Tiranë. Ashtu sikurse është edhe një xhami tjetër jo shumë larg prej tej në Tropoj, në emër të tyre. Domethënë, po nuk do të gjej asnjë ditë sa pa bërë një xhami thotë Shqipërinë toka shqiptare. نعم. معنا كذلك ابنة خالتي الأستاذة المربية حمدة لوتا سوف تقوم كذلك بزيارة مسجدها في منطقة Tropoj. Gjithashtu është një pjesë e delegacionit është vajza e tezës së doktora Refias, zonja Hamda Luta, e cila ka ndërtuar ose ka mbështetur ndërtimin e një xhamie po në Tropoj këtej afër nesh. جعل الله كل ذلك في ميزان حسنات من قاموا به ومن سعوا ومن صرفوا ومن اجتهدوا في تحقيق هذه الأعمدة للإسلام، والإسلام بخير ما دام هناك أمثالكم وأمثال أم راشد، وشكرا جزيلا. Zoti është përpjekte atyre që kanë ndihmuar dhe kanë kontribuar në ndërtimin e këtyre shtyllave të Islamit në këtë troje, dhe Islami do të jetë mirë këtë troje për sa kohë që ju jeni mirë të mirë. ما نحتاج كثير من الشباب كالشاب الذي قرأ القرآن اليوم، هم من سيقبضوا على جمرة الإسلام. Djem të rinj si ai që lexoi Kur'anin sot, janë pikërisht modeli i këtyre djemve ata që do ta mbajnë peshën e Islamit të troje. البنات والأولاد. شكرا جزيلا ووفقنا الله فيما يحب ويرضى. شكرا. Falenderoj Zotin na dhash sukses për çdo gjë që përcjellni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'd. Nderuari kryetar i komunës së Pejës, Zotni Muhaxheri, nderuari kryetar i Këshillit të Bashkisë Islame këtu në Pejë, ose Aripaj, nderuara zonja Hamda Rashid Muhammad, doktore Refia, nderuari doktor Ramizekaj, nderuar të gjithë ju këtu të pranishëm që jeni sot në këtë ceremoni përfaqësues të institucioneve të ndryshme të Kosovës, më lejoni që në emër të Bashkisë Islame të Republikës Kosovës ju falenderoj për prezencën tuaj, në veçanti falenderoj prezencën e këtyre motrave tona, të cilat kanë ardhur nga Emiratet e Bashkuara Arabe, kanë ardhur nga një shtet mik i Kosovës, të cilat kanë marrë këtë rrugë të gjatë dhe kanë ardhur të gjenden në mesin tonë sot këtu, me rastin e hapjes zyrtare të kësaj shtëpie të Zotit. Andaj unë e lut Zotin që juve të nderuara motra dhe familjet e juaja, fëmijët tuaj, t'ju falë shëndet, mëshirë dhe t'ju dhuroj çdo gjë nga begatitë e tij, nga sa Allah është ai i cili fal begati të pakufishme mbi njerëzimin mbar, mbi dhe mbi të gjithë universin. Dëshiroj të falenderoj shtetin mik Kosovës, qeverinë e këtij shteti, popullin e këtij shteti, njerëz të vullnetit të mirë, të cilët kanë ndihmuar dhe po ndihmojnë Kosovën, jo vetëm në ndërtimin e xhamive, por edhe në ndërtimin e spitaleve, në ndërtimin e shtëpive, në ndërtimin e shkollave, në ndërtimin dhe ngritjen e infrastrukturës së Kosovës në shumë fusha. Andaj, sigurisht që ne kemi për obligim që t'i falenderojmë dhe të thellojmë edhe më bashkëpunimin
me këtë shtet, me këta njerëz vullnetit të mirë, me këta njerëz që dora e tyre e shtrirë për të ndihmuar anëkën botës nuk kufizohet me kufita ati shteti, për e dorë e shtrirë arrin edhe në këtë vend, edhe në shumë vendet Ballkanit të Evropës, për anëkën globit, se vërtet ku do që shkojmë, ku do që vizitojmë çdo shtet në botë, shohim dhe lexojmë emrin e Sheikh Zaidit, rahimahullah, i cili vërtet ka ndihmuar dhe ka shtyr atë popull që edhe ata të ndjekin rrugën e tij dhe të ndihmojnë. Ndaj kështu është pra edhe rasti me zonjën Hamdan Rashid Muhammed, e cila ka ndarë nga pasuria e saj që ta ndërtoj edhe këtë xhami, jo vetëm këtë xhami, por edhe këtë xhami, si që tha, është me bukura, është me mira. Zonja Hamdan, unë besoj që Kosova meriton që gjithherë këtë xhamia më të mira, nga se Kosova është diçka e veçantë për këtë pjesë Ballkanit, për këtë pjesë të Evropës, nga se këtu, në këtë nënqiell, jeton përqindja më e madhe e muslimanëve autokton të këtij nënqielli, të këtij trolli ku i madhi Zot na ka krijuar, dhe neve na ka bërë që të jemi të Zotit e këtij vendi, që dalim Zot këtij vendi edhe në aspektin e ruajtjes dhe forcimit të fesë son islame. Mbi ne kaluan shumë tortura, kaluan shumë shtypës të ndryshëm, por asnjë nuk arriti në këtë 100 vjeçin e fundit që ta thik, ta shuaj, apo edhe ta zbet besimin e thellë në Zotin që kanë pasur stërgjyshërit, baballarët, por që kemi edhe ne në zemrat tona, në shpirtin tonë, në mendjen tonë, dhe këtë besim do ta bartim edhe tek gjeneratat e tjera. Ne asësi, në asnjë mënyrë, nuk do të lejojmë askë që ai të shkel mbi ndjenjat fetare islame në Kosovë, sepse kemi për obligim që ta ruajmë, ta rrisim, ta motivojmë, ta përhapim, nga sa Allahu xhalla shanu ku na thot belligh ma unzila ilayka min rabbik fa in lam taf'al fama balaghta risalah. Sido që të jetë, pa dashur të markosh shumë. Unë, si mufti i Republikës, shmoj shumë ardhjen tuaj në Kosovë. Dëshiroj që ju e dini që më njefni biles paku që formalistë dhe për qefta s'kujt flas. Por dëshiroj në këtë rast përmendi 3 njerëz, të cilët duke e ditë që shkaku kryesor është i madhi Zot, pastaj është Rashid, por 3 njerëz të cilët janë shkaktar kyç që ka ardhur deri te ndërtimi i kësaj xhamie, kësaj bukuroshe në këtë vendin, këta 3 njerëz janë këtu: kryetari i komunës, i këshillit dhe doktor Amizi. Zoti i shpërblet të 3. Zotni kryetar, unë s'flas për çfarë ta skujt thash, por vendimi kur keni marrë për të dhënë leje për ndërtimin e kësaj xhamie, unë e di që i keni qëndruar besnik atij vendimi përkundër shkrimeve të pavenda, qëllimkëqija, të njerëzve qëllimkëqinj, të cilët shkruanin pas një përgjegjësi për ndërtimin e kësaj xhamie. Sigurisht që shumë keni qëndruar besnik dhe për atë pas kam pas drejt ndoshta edhe peja pse të kanë votuar. Sido që të jetë, edhe kryetari i këshillit, por edhe vetë doktor Amizi, i cili nuk u dorëzua asnjëherë dhe erdhi deri te ndërtimi i kësaj xhamie, në të cilën po adhurohet i madhi Zot dhe do të adhurohet deri në ditën e Kiametit. Deri në ditën e Kiametit.
Dhe sigurisht se po, kur kemi njerëz vullnetit mirë. Unë para 2 muaj isha mysafir në Dubai, isha në qendrën e zonjës Hamda Rashid Muhammed, por në disa objekte grandioze, tepër të mirë dhe tepër të mëdha në qendër Dubait. Por siç po shihet gjithë ajo pasuri që i madhi Zot ju ka falë, po ja dim, po e falenderojnë Zotin dhe kështu po ai ju mundson që këta ndihmojnë në për shumë vend të botës. Allahu i shpërbleft me të mirat e tij. Allahu ju dhash të gjitha të mirat, sepse ndërtimi i një xhamie do të thotë ndërtimi i një perspektive të sigurt të ardhshme të brezit të ri që jeton atë rreth. Ndaj edhe një herë ju falenderoj shumë. Wa fi nihaye bismi al-Mashayikhat al-Islamiyya wa bismika mufti al-Jumhuriyya أرحب بضيوف الكرام هنا من الإمارات وأستغل الفرصة هذا لكي أشكر دولة الإمارات، أشكر أيضا الحكومة الإماراتية الذي قدم كثيرا لدعم شعب الكوسوفي خلال الحرب وبعد الحرب في جميع المجالات. وأنا أدعو الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم خير الجزاء في الدنيا والآخرة والسلام عليكم. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة صدق رسول الله فيما قال. تندروار vëllezër e motra, falenderojmë Allahun Gjelle Shanuhu që na bëri të mundur që edhe sot në këtë ditë madhështore, me rastin e kësaj ceremonie të hapjes e kësaj xhamie shtëpia të Zotit, që të jemi së bashku dhe të rikujtojmë paksa nga begatit e shumta që na i ka fali madhi Zot, neve si njerëz, veçanti neve si besimtar të besimit islam, si ummet i Muhammedit a.s. Çdo fjalë të madhit Zot gjen vend të posaçëm në zemrën e shpirtin ton. Ndaj edhe kur kemi të bëjmë me shtëpit e Zotit, kemi edhe këtë ajet që e lexova më herët, ku Allahu po na mëson neve duke na thënë se innema ya'muru masajid Allahi men amene billahi wal yawmil akhir. Së vërtet e drejtë ekskluzive ndërtimit xhamive ju takon besimtarëve të besimit islam,
ju takon atyre njerëzve të cilët e besojnë Allahun xhalleshanuhu, atyre njerëzve të cilët besojnë në ditën e mram, ditën kur do dalim para Allahut për ta dhënë llogarinë tonë përfundimtare për punën dhe angazhimin tonë të bërë gjatë jetës mbi sipërfaqen e tokës. Këta besimtarë janë ata të cilët pra e falin namazin, e japin zeqatin dhe kanë frikë vetëm Allahun, as këtë tjetër, e këta janë ata njerëz të udhëzuar në dritën e Islamit. Po vëllezër e motrat nderuar, pra ky udhëzim kaq i madhit Zot për neve besimtarve ka të bëj me shpëtimin ton dhe shpërblimin ton që i madhi Zot ka përgatitur nesër kur do dalim para Tij për ta dhënë llogarinë përfundimtare. Ndaj, siç po shohim edhe sot, ndërtimi i xhamive nuk ka të bëj vetëm me një vend, me një këmbë, me një racë, me një ngjyrë, por bamirësia pra nuk njeh kufi. Bamirësia dëpërton edhe përtej kufive administrativ, përtej kufive pra të ngjyrës e të racës e të gjuhës, nga se ajo ka të bëj me kufit e zemrës, e pavarësisht se ku jeton e vepron besimtari, vëllau i vet besimtar e ni në shpirtin e vet, në zemrën e vet, se kur vëllau i tij ka nevojë për ndihmë, ai nuk kursen dhe me mijëra kilometra e shtrin dorën e ndihmës, siç ndodhi edhe sot me rastin e inaugurimit të kësaj xhamie të ndërtuar nga një bamirëse që na vije nga Dubai. Vëllezër të pranishëm, e bëjnë këtë nga se kanë besim të thellë në Zotin dhe në atë që thot Muhammed Mustafaja, men bana lillahi masjidan banallahu lahu bejten fil janna, ai i cili ndërton një xhami në këtë dynja, i madhi Zot nesër në ahiret, ka për t'ja ndërtuar një prej shtëpijave të xhenetit. E inshallah Zoti xhalleshanu të gjithë atyre të cilët sa do pak dhanë mundin e vet u bën shkaktar në ndërtimin e kësaj xhamie, i gradon me të mirat e tij, a në veçanti ata të cilët e financuan këtë projekt dhe atë të cilët ndihmuan në realizimin e këtij objekti. Para neve mbetet që të punojmë, para neve mbetet që të lëvizim të ndërtojmë edhe xhami të tjera, shkolla, spitale, shtëpi, qerë dhe fëmijësh, gjithë çfarë për çka ka nevojë ky shtet jon i ri, në mënyrë që të saqojmë para, të prosperon ky vend, të ecë përpara ky vend, sigurisht ne jemi gati të japim çdo gjë nga vetja jon për një të ardhmë sa më të mirë të gjithë neve.